Hetimet për vrasjen e turistit portugez Miguel Mendes në Ksamil po zgjerohen të personat që ndodheshin në Principotes dhe të veprimet e kryera menjëherë pas krimit. Numri i të arrestuarve ka arritur në 12, mes tyre Sokrat Vata, 29 vjeç, i dyshuar si autori i vrasjes, si dhe persona të tjerë që po hetohen për rolin e tyre në ngjarjen dhe pasaj. Po ashtu në pranga ka përfunduar edhe Mojsid Matushaj, 24 vjeç, banues në Gjirokastër. Matushaj mban detyrën e ndihmës specialistit të hetimit të krimit në drejtorinë vendore të kufirit të Gjirokastër, por krahas në polici nga hetimet rezulton se Matushaj punonte edhe si turproj për kompaninë Elite Security në Principotes. Në të njëjtin shërbim sigurie punonte edhe Sokrat Vata. Hetuesi dyshojnë se Matushaj e ndihmoi 29 vjeçarin të largohej nga vendi i ngjarjes, pasi Miguel Mendes u vra. Vata arriti të largohej nga Ksamili pas krimit. Policia e lokalizoi dhe arrestoi disa orë më vonë në Fier. Ai u kap në aksin Levan Fier, i fshehur në bagazhin e një automjeti. Hetimi po përqendrohet për këtë arsye jo vetëm te momenti kur u vra turisti, por edhe te mënyra se si autori dyshuar arriti të largohej nga kompleksi dhe të personat që mund të kenë ndihmuar. Po ashtu në pranga ka rënë Luciano Seferi, punonjës në burgun e Fierit. Një tjetër zhvillim është shpallja në kërkim me Bekim Bulicës. Bulica rezulton pronari në hije i Principotes, ndërsa në dokumente pronare figuron nëna e tij, Kade Bulica, 72 vjeçe. Autoritetet duhet të përcaktojnë rolin konkret të Bulicës dhe arsyen ligjore të shpalljes së tij në kërkim. Emri Bekim Bulicës është përmendur edhe më parë në materiale të lidhura me hetime për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash. Sipas informacioneve të publikuara më herët nga pamfleti, autoritetet franceze kishin përcjell drejt institucioneve shqiptare të dhëna për një rrjet shqiptar të shpërndarjes së kokainës në Paris, ku përmendej edhe emri i Bulicës. Po sipas këtyre informacioneve, BKH kishte nisur verifikimet për pastrim parash, ndërsa Shish kishte përcjell informacione pranë institucioneve për aktivitetin e tij. Këto të dhëna lidhen me materiale të mëparshme dhe përcaktojnë përgjegjësi penale të Bulicës për vrasjen e turistit në Ksamil. Ngjarja e rëndë ndodhi në orët e para të mëngjesit në ambientet e Principotes. Miguel Mendes kishte ardhur në Ksamil së bashku me një grup turistësh për të kaluar pushimet në jug të Shqipërisë. Sipas hetimeve paraprake, përplasja dyshohet se nisi për motive të dobta. Një nga pistat që policia po verifikon lidhet me një konflikt për një vajzë. Sokrat Vata, 29 vjeç, banues në Has, punonte në Principotes. Pas konfliktit ai e goditi Mendes me mjet prerës në shpinë dhe krahëror, duke i shkaktuar plagë që sollën vdekjen e tij. Një tjetër element që po verifikohet lidhet me atë që ndodhi pas vrasjes. Sipas raportimeve për ngjarjen, trupi i turistit dyshohet se qëndroi për rreth 3 orë në ambiente të jashtme përpara se policia të mbërrinte në vendngjarje. Policia shoqëroi 42 persona, mes tyre punonjës dhe klient të kompleksit. Hetimet e mëtejshme kanë çuar numrin e të arrestuarve në 12, ndërsa po përcaktohet përgjegjësia individuale e secilit. Fakti që një efektiv policie punonte si truproj në kompleks dhe tani dyshohet se ndihmoi autorin e dyshuar të largohej, ndërsa Bekim Bulica është shpallur në kërkim, e ka zgjeruar hetimin përtej konfliktit fillestar. Prokuroria dhe policia duhet të zbardhin tani jo vetëm dinamikën e vrasjes së Miguel Mendes, por edhe çfarë ndodhi në Principotes pas krimit, kush e ndihmoi Sokrat Vatën të largohej dhe cili ishte roli i secilit prej 12 personave të arrestuar dhe i Bekim Bulicës, tashmë të shpallur në kërkim.